Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se Partia Demokratike mbështet protestën qytetare dhe 5 kërkesat e protestuesve, por nuk synon ta përvetësoj apo ta përçajë atë. Ai tha se deputetët dhe anëtarët e partisë kanë marrë pjesë në tubim si qytetar. Berisha njoftoi gjithashtu se Partia Demokratike nuk do të organizojë protesta të ndara, ndërsa grupi parlamentar do të vazhdojë bojkotin e seancave plenare, por jo të komisioneve, derisa të shqyrtohen amendamentet e propozuara nga demokratët në mbështetje të protestuesve. Nuk kemi bojkotuar parlamentin. Kemi shpallur mos pjesëmarrje në seancat parlamentare dhe jo në komisione, gjersa Edi Rama të mos bllokoj paraqitjen në parlament të amendamenteve që kanë dorëzuar deputetët tanë për ndryshimin e ligjeve që kërkojnë përfaqësues të protestës. Mbajtja e tyre pa i paraqitur në parlament është një fyrje shumë e rëndë për opozitën, protestën dhe për shqiptarët. Është një dhunim i të drejtave kushtetuese të deputetëve të opozitës. Kjo është arsyeja dhe ky është qëndrimi. Të vendos kryesia, ti paraqesim, ti diskutojmë. Në deklaratën e tij, kreu i demokratëve foli edhe për zhvillimet e brendshme në Partinë Demokratike, duke theksuar se Kuvendi Kombëtar ka shpallur moton ripërtëritje, ndërsa modernizimi do të jetë një nga shtyllat kryesore të forcës politike. Fillimi i javës tjetër do bëhet mbledhja e Këshillit Kombëtar për të finalizuar të gjithë organigramen e organeve drejtuese të Partisë Demokratike. Javën tjetër. Ju garantoj se dhe shpreh besim të madh se Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike do të i përmbahet me vendosmëri motos së kuvendit ripërtritje, ripërtritje, ripërtritje.